Tregom profesion gra, domethënë në IT ti je vetë edhe sa është e vështirë të punojë një grua me fëmijë, me bashkëshort, edhe me familje që e thon. Sa është e vështirë për një grua të jetë në IT? Nuk është e vështirë, është të thënë e mundur, edhe çdo herë më shumë rritet numri i grave në këtë fushë, por Shqipëria ende stepen për shkak se deri shumë vonë është menduar se një profesion për burra dhe nuk janë vlerësuar shumë gratë në këtë profesion. Por gratë kanë më shumë kreativitet dhe më shumë ide. Për gratë që kanë familje e të tjera, unë them që është e vështirë, por është e mundur. Si për shembull, unë një pauzova, 3 vite, ka të shkësovja të familja im, dhe më pas aplikacione kam punuar në orë të morës e natës. Pasi flente unë punojshëm. E kam bërë me shumë motivim, me shumë dëshirë, por gjithashtu do të them se dikush dëshiron të bëjë karrierën është shumë mirë. Sa dikush dëshiron të vetëm të fëmija, gjithashtu është njëjtë shumë mirë.